Në moment ku unë kam qenë dobet, në atë moment, ti do të kishe thënë, Juela, ti si mos e qaj kuj për këto, se ti ke për t'ja dalë një person, si kur e kam bon me ty. Prit, jo, unë ta marrë për t'madhe vetëm ty, për tjertë jo, tjertë s'mi interesojnë. Jo, marrove do t'marroj unë, do t'marroj unë. Prit, jo, Brikin, ti ishe t'u ma përdor kundra, kur unë në një moment dopsie, në një moment ku nuk isha mirë, nështë të kam prek pa vetdije, po kur me të shty, e të kam thënë, Brikin, të lutem, mu kam nevoj me një vetëm. Edhe kam shkuj kam radhë dhomës rëfimit disa herë, për me hy aty mretë, sepse kisha nevoj vetë me një vetëm. E isha pa ujnë dhomën e rëfimit, sepse unë nuk durova akuzat e pa drejta, se ti e hajdude, e prek gjona edhe nuk i kthem. Okej, sepse ishën të egzageru, Brikin. Ti në atë moment, jo, po në atë moment ti nuk mund ti ke kariku pa vetdije, ndoshta, dozën. Edhe unë se prita, sepse Ina më tha, ja ku e ke shoqen, tha. Ato të gundërvudha dhe shoqja. Edhe për mu ishte ullje, në loj e në qatë dushti. Okej, për mu ishte ullje. Edhe qa bana, thasho, Brikin, thash, nuk jam të e kuptu se tu ndërhy. Dhe kur Ina, si unë nuk, për mu nuk eksiston këtë shtëpi Ina, vjem të të jasho që ajote, të talë Ina me mu, realisht, po s'mi interesu mu Ina, mu mi interesu si shife mun. Okej, dhe në atë moment do